Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për dosjen e Belinda Ballukut. Kryeministri Edi Rama ka vendosur që të mos e shkarkojë. Belinda Balluku vet nuk jep dorëheqjen. Kreu i qeverisë vet Edi Rama tha që nuk do ta zëvendësoj. Belinda Balluku në postin e zëvendës kryeministres dhe ministres së energjisë dhe infrastrukturës, por vendimin e gjykatës do ta zbatojë. Që do të thotë vendi do mbetet bosh dhe ndërkohë në këtë periudhë kohe do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, që sipas informacioneve mediatike dokumenti është nisur për interpretim, nëse sipas tij pushteti gjyqësor mund të ndërhyjë tek ai ekzekutiv. Pasi Rama tha që është një ndërhyrje brutale e prokurorëve dhe gjyqtarëve duke lënë vendin pa qeveri. Praktikisht, pasi zëvendës kryeministrja në mungesë të tij nuk është. Por në këtë debat juridik që Komisioni i Venecias duket se duhet të ishte krijuar vetëm për ne, do të flasim me avokatin Gylsen Zhrim. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, çfarë ndodh tani? Dhe kush ka të drejtë sipas jush? A kanë ndërhyrje të sistemit gjyqësor, pra Republik Prokurorësh që kanë ndërhyrë duke përcaktuar kryeministrit, qeverinë, kush duhet ikë dhe kush duhet rinë? Përpara se të bëj një hyrje lidhur me pyetjen tuaj, dua të bëj një parashtrim fillestar që të kuptojmë të gjithë bashkë pse unë në kohën e masës sigurisë ndaj zotit Berisha kam kundërshtuar veprimin e SPAK-ut dhe kam goditur në një farë mënyre analistët mashtrues dhe disa avokat lavazhier të SPAK-ut që legjitimuan ndalimin e zotit Berisha në masën e sigurisë fillestare, detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. Unë duke thënë gjithmonë avokat që do të kthehet në bumerang. Po, edhe ka është kthyer. Pra është kthyer, Berisha nga mjeset deri në darkë shkon atje në SPAK edhe fillon edhe bën atë goditjen sistematike ashtu siç e bën gjithmonë. Përveç kësaj, Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut reagoi. Po përveç kësaj, gjykata shqiptare detyruar për shkak të këtij reagimit nga gjykata europiane duke revokuar masën e sigurisë të arrestit në shtëpi dhe duke vendosur pastaj gjykata e plepave 2 detyrim paraqitje, edhe një rast tjetër skandal, një reforme plepaxhive të cilët janë skandaloz. Po çfarë ndodh? Unë kam thënë që janë plepaxhi skandaloz. Por ata që ishin lavazhierët e këtyre plepaxhive skandaloz i bënin fresk për arrestimin e Sali Berishës, për arrestimin e Ilir Metës, i bënin lavazh. Prandaj, ky është mesazhi për çdo që mendonte që këta lavazhierët që kanë kaq shumë të arsimuar, kaq shumë të përpikt, ndërsa sot vim në faktin konkret të një ngjarje të rëndë kur cenon themelet e shtetit të së drejtës dhe sistemit demokratik. Pra, atë që unë kam thënë gjithmonë. Pas jush avokat, ka një tejkalim të kompetencash të prokurorisë e gjyqtarit pra në këtë rast? Atëre, duke marrë tani arsyen ligjore dhe ashtu siç e them që politika dhe ligji lidhen bashkë, se dëgjoj disa ufo budallej që thonë s'ka lidhje politika me ligjin, po s'ka lidhje politika me ligjin, atëherë mos u merr fare me politikë dhe s'ka pse të shkosh të votosh, se të çek edhe ti një ufo ose çek ignorant. Prandaj duke vajtur tek aspekti ligjor, duke fol gjithmonë me fakte ashtu siç kam fol gjithmonë tek ju, marrim nenin 7 të kushtetutës që parashikon çfarë sistemin e qeverisë në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen dhe balancimin nëpërmjet pushteteve. Në Republikën e Shqipërisë kemi 3 pushtete, ekzekutivin, gjyqësorin dhe legjislativin. Tani kemi një konflikt midis gjyqësorit. Jo, media nuk ekziston në kushtetutë. Okay. Media është pushteti 4 është për shkak të asaj që ne themi influencës. Për sa i përket 3 pushteteve ne i kemi në kushtetutë. Pushteti gjyqësor dhe pushteti ekzekutiv sot është goditur nga vendimarrja e gjykatës së shkallës parë. Çfarë nën kupton goditja? Nën kupton që me ekzekutimin e vendimit gjyqësor goditet cilësia e zëvendës kryeministrit të vendit që është e parashikuar në kushtetutë. Dhe në kushtetutë pikrisht në nenin 90
95 duhet të shikoni qartazi që përbërja e Këshillit të Ministrave, sepse Këshilli i Ministrave është një institucion që është në varësi të kryeministrit. Kryeministria është person juridik që vjen nëpërmjet çfarë? Parlamenti, që është votbesimi që kryeministri merr nga parlamenti. Parlamenti si zgjidhet çdo 4 vit nëpërmjet një sistem zgjedhësh të lira dhe të barabarta. Pra, nga cili kuadër legislativ zgjidhet parlamenti? Nga ligji elektoral. Në atë moment, ligjvënësi ka normuar qartazi që pezullim ose një masë ekstreme ndalimi të ushtrimit të detyrës ndaj një personi dhe funksionari që vjen si burim ose vjen si një rrelloj e një institucioni që vjen në mënyrë indirekte nga zgjedhje të lira dhe të barabarta në Republikën e Shqipërisë, nuk mund të vendosim pezullim të detyrës, sepse vetë kushtetuta e ka në mënyrë taksative rregullimin ligjor në nenin 97, ku nënkupton qartazi që kryeministri i emëruar sipas nenit 96 thot, neni 104, 105 me radhë kështu me radhë, thot parashtron tek parlamenti programin politik të Këshillit të Ministrave dhe përbërjen e tij. Edhe këto ngjarjet janë në mënyrë taksative të cilat kryeministri duhet t'i bëjë. Dhe kur bën emërimin e zëvendës kryeministrit dhe ministrave, kryeministri ka 2 detyra, emërim dhe shkarkim. Në asnjë nga këto dispozita nuk parashikohet fare, po fare pezullimi i detyrës. Pra, në rast se ne të marrim të mirëqen që kryeministri thot, unë po e pezulloj për 10 ditë zëvendës kryeministrën për shkak se ka bërë një gabim disiplinor. Nuk e lejon. Pra, vetë kushtetuta nuk e ka lejuar që kryeministri të pezulloj detyrën e ministrit apo zëvendës kryeministrit, po e vetmja gjë që kryeministri bën është o emërim o shkarkim dhe asgjë tjetër. Dhe prandaj vetë kushtetuta çfarë ka siguruar që të ruhet balanca nëpërmjet edhe pushteteve të 3 që tham që kemi 3 pushtete, po kemi edhe pushtete të tjera të cilët ka vetë kushtetuta ose quhen pothuajse institucione kushtetuese. Për shembull është presidenti, është kryetari i kuvendit, është kuvendi, është presidenti, janë gjykatat që janë institucione kushtetuese. Avokati i popullit që është institucion kushtetuese. Prandaj kushtetuta thotë që për të marrë masa ndaj një ministri, zëvendës kryeministri, i vetmi organ që ka mundësi të bëj emërim dhe shkarkim, por në asnjë moment nuk referohet pezullimin, është vetëm kryeministri, presidenti dhe kuvendi. 3 allka janë të cilat bën filtrimin dhe jo pezullimin. Dhe në fund fare, që ta analizojmë në fund fare, një vendim i gjykatës kushtetuese të 2002-shin thot qartazi në kuptim të neneve 96-97 të kushtetutës, kuvendi i jep votbesimin Këshillit të Ministrave jo vetëm për shkak të cilësive të kryeministrit, por në radhë të parë nga programi politik dhe përbërja e Këshillit të Ministrave, të cilin ai do ta kryesojë përfaqëson. Kështu që marrja në shqyrtim dhe miratimi i kryeministrit si përmend neni 96 i kushtetutës nuk mund të kuptohet të ndarë nga programi politik i Këshillit të Ministrave dhe përbërja e tij. Pra e kupton çfarë thot gjykata kushtetuese e 2002-shit, thot, zotëri thot, kryeministri ka ardhur aty si pasojë e një programi politik, që do të thot ai program politik ka kaluar përmes një ligji elektoral, që është ligji i kodit zgjedhor. Dhe përjedhoj duhet kuptuar qartazi që kryeministri dhe institucionet kushtetuese që vijnë nga një një ligj elektoral që kanë cilësitë ose kanë besimin apo kanë shpërndarjen e sovranitetit dhe kanë funksion politik, nuk mundet të merret mas ndaluese
të detyrës përveç dytë që janë shkarkimi dhe emërimi. Për ta bërë më të thjesht për publikun, tani nuk kemi... Më thjesht se ka i s'kishte. Po, jo, kam fjalën në vazhdim. Tani nuk kemi... Vetëm 1+1 na bën 2. Nuk kemi, jo, ishe mjaft i qartë dhe shtrues më atë. Por tani ne nuk kemi, pra Shqipëria nuk do ketë zëvendës kryeministër, nuk do ketë as ministër të infrastrukturës e të energjisë, sepse posti nuk do zëvendësohet. Tani që drejtimi ta marrin zëvendës ministër. Ta marrin zëvendës ministrat e para, edhe e dyta është që çan do të gjykatën kushtetuese. A mund të shkojë kjo drejt në gjykatën kushtetuese apo duhet të shkojë në shkallën e parë, shkallën e dytë? Jo, dëgjoj tani ka dy sekrete. Ka dy sekrete të bukura. Pra kanë dy rrugë të bukura. Njëra zgjat shumë, tjetra zgjat shumë pak. Që do të thotë, shkojmë te ajo që zgjat shumë. Po gjithë mund ta përdorin këtë rrugën e shkurtër? Jo, vetëm kryeministri e përdor. Do ta them tani, do ta analizoj. Po përsëri prapë te kushtetuta do shkojmë. Shkojmë aty. Dhe në fund fare do godasim gjyqtarin dhe prokurorin të partisë. S'është të partisë prokurori dhe gjyqtari. Po kishte i partisë, nuk bën këtë ai. Jo, po normale se do ta bëj këtë gjë, di pse do ta bëj unë këtë gjë, sepse si do goditet spaku. Pra, ta dish, ai që godet sistemin do godas nga brenda. Nuk jam unë që e godas sistemin nga jashtë. Gjithmonë flakën ta bën ai që nga brenda. Kalan ta merr ai nga brenda. Ai nga jashtë ka nga ta marr. Ai që ta futë shoku, se di gjithë sekretet. Armiku sta fut dot, se edhe kur do bëj lere histori tjetër mos hapto, se futemi me barcalet dhe batuta të tjetra. Dëgjoj tani. Për sa i përket rastit për zonjën Balluku, atëherë zonja Balluku do presi vendimarrjen në shkallës parë, që do shkojë të njëjtë me vendimin, me datën 22 mos shtunën, dhe aty do të marrë njoftimin e vendimit. Mirë, vendimi që do marrë do të zbardhet, do të arsyetohet. Brenda 5 ditëve nga momenti kur do të zbardhet dhe të arsyetohet, ajo do ta ankimojë në gjykatën e apelit. Pasi në gjykatën e apelit do të ankimohet, do të shqyrtohet edhe nga ajo gjykatë. Pastaj do të shkojë në gjykatën e lartë në kolegjin penal, e cila, shiko tani, në kolegjin penal, për sa i përket kësaj të mase, kolegji penal duhet ketë kujdes. Çfarë? Se gjykata kushtetuese i ka thënë vazhdimisht kolegjit penal që ju ku merrni raste që ka të bëjë me deputet dhe ministra, ju thjesht vetëm bëni veprime të cilët nuk janë procedurale, thoni vetëm mos pranim rekurse dhe shumë ngjarje të tjera dhe nuk i shikoni me kujdes. Ju jeni gjykata e ligjit. Çfarë nuk kupton gjykata e ligjit? Ju ndaj çdo person të cilit atribuohet një masë sigurie ose një masë ndaluese, duhet të shikoni parametra të qarta përse kemi të bëjmë me ndalimin e funksionit dhe ju jeni gjykatë interpretuese të ligjit. Që të vi pastaj dosja tek ne, pra ankimin nga personi prekur, ne duhet shikojmë ju e keni marrë të mirëqen apo e keni analizuar aspektin ligjor apo jo. Pra roli që ka zonja Balluku është që ta çojë deri në fund edhe vetë, jo vetëm Këshilli i Ministra, po edhe vetë ajo. Çfarë nuk kupton edhe vetë ajo? Ajo duhet presi shumë kohë, derisa të shkojë në fund fare në gjykatë kushtetuese, e cila gjykata kushtetuese do të interpretojë në rast se kjo masë sigurie është në raport të drejtë me çfarë është në raport të drejtë dhe pajtohet me parimet kushtetuese të imunitetit të deputetit dhe të rolit të deputetit. 4 vjet ky është fillimi i mandatit. Jo, shumë shpejt, jo merr shumë shpejt kjo, sepse nuk besoj që do të shkojë kështu. Për rastin e saj po mund të vonohet, po. Po tani çfarë ndodh tani? Jo, kisha te kjo e procedurës. Në të njëjtën kohë, kryeministri i vendit, që është kryetari i Këshillit të Ministrave, e ka sipas kushtetutës të drejtë të drejtohet ai drejt për së drejti kur shikon që një vendimarrje një gjykate, pse do shkojmë tani tek neni 7. Shkojmë tek neni 7 të themi 3 pushtetet, pra kemi ekzekutivin, gjyqësorin dhe legjislativin. Tani ekzekutivi përse thotë që gjyqësori është fut në kompetencën e tij? Për shkak të një vendimi që ka dalë nga pushteti gjyqësor. Po jo nga pushteti prokurorisë, sepse prokuroria është kërkuese ndaj pushtetit gjyqësor.
Dhe pushteti gjyqësor është ai që del vendimarrjet dhe ne i nështrojmë vendimarrjes të tij. Kjo nuk kupton. Kryeministri është njohur me një vendimarrje të pushtetit gjyqësor dhe kryeministri thot në të vërtetë, më fal, kjo kompetencë e shkarkimit, emërimit ose të më vishti me një vendim pezullim të një funksioni që i përket posaçërisht kryeministrit dhe është në përbërjen e pushtetit ekzekutiv, ky quhet te i kalim kompetencave nëpërmjet pushteteve. Pra, një vendim gjyqësor i pushtetit gjyqësor shkon dhe godet pushtetin ekzekutiv. Kjo gjë duhet menjëherë të vihet në lëvizje kryeministri. Pse duhet të vihet në lëvizje dhe të shkojë ai direkt në gjykatën kushtetuese? Sepse duhet të parandaloj që kjo ngjarje të bëhet fenomen, se nesër çfarë na ndodh pastaj nesër? Del një prokuror që merr miliarda nga një tjetër dhe thot, dua të pezulloj nga detyra e presidentit. E bën dot atë. Dikush do më thot, presidenti është emëruar nga parlamenti, nuk është i zgjedhur. Avokat, ju jeni për herë të parë dakord me Ramën? Jo, prit se ta them fund fare. Jo, prit. Unë jam dakord me kushtetutën, jo me Ramën. Dakord. Se Rama ka bërë paçavur me Sali Berishën kushtetutën. Se Rama dhe Berisha kanë bërë paçavur kushtetutën, jo unë. Unë interpretoj ai sa ka mundësi kushtetutën që qytetarët kuptojnë me fjalë të thjeshta kushtetutin, sepse ligji, po ta shikosh, ta lexosh, flet me fjalë të thjeshta, thjesht kërkon logjikën, ta kesh të shëndosh. Prandaj ju them që ajo që unë shikoj është kjo. Kryeministri ka për detyrë ta dërgojë për kompetencë, pra që pushteti gjyqësor futet dhe bën këtë gabim. Tani, zoti Rama duhet ta bënte patjetër këtë gjë. Në rast se zoti Rama nuk do ta bënte, nesër një prokuror, si e thash, a kupton? Prokuror pezullonte kryetarin e kuvendit. A kemi ndërhyrje në pushtete? Po. Nesër një prokuror shkonte pezullonte nga detyra avokatin e popullit. Kemi ndërhyrje në pushtet? Po. Pra kemi drejt për së drejti goditje të kushtetutës. Po pse ka ndodhur kjo? Sepse është lejuar të goditet kushtetuta që në ditën e parë kur zoti Berisha ju mor masa e detyrim paraqitjes. Heshtën komunistat e Partisë Socialiste. Heshtën analistët e Bler që sot thënë Spaku po i bën gjyq publik Erion Velis dhe Ballukut. I keni parë besoj. Duken emra të famshme, duken që bënin lavar Spakut. Pse kanë dalë sot edhe dalin kundër Spakut? Analistët e famshëm të mos them ndaj fjalë tjetër se nuk më takon. Prandaj që ta përmbledhim dhe themi atë që duhet, zoti Rama sipas tetit 131 të kushtetutës duhet i drejtohet patjetër gjykatës kushtetuese që të bëjë një interpretim në rast se ky vendim i gjykatës së vendit ton, pra gjykatës së shkallës parë, është futur në kompetencën e pushtetit ekzekutiv. Për mendimin tim po. Avokat, tani për të mbyllur në aspektin politik, Berisha ka zbardhur burimeve të tij për atë që kanë dëgjuar muret mbrëmjen e djeshme të kryeministrisë për debatin. Çfarë ndodh tani? Pra, në aspektin politik, si qëndron zonja Balluku, dobësohet fuqia e saj, bie apo de facto është aty? Shiko, zonja Balluku rrin aty sepse po luhet një lojë nderuar. Edhe prandaj nuk bie dakord me zotin Rama me këtë moment në rast se do të drejtohet gjykatës kushtetuese. E di pse nuk do bie dakord. Sepse sekreti është këtu. Si do dështoj një SPAK? Duke bërë gabime rreth vetes. Pra, të nderuar, kërkoj vigjilencë maksimale. Vigjilenca maksimale është kjo. Në rast se ne do të shkonim edhe do të kërkonim qartazi që një person i cili është i pushtetit ekzekutiv ka një mas ndaj tij ose ka një akuzë ndaj tij apo saj, unë si prokuror duhet shkoja që në fillim të hiqja imunitetin. Po jo të paragjykoja faktin që po të hiqja imunitetin ai nuk të ta lëshon. Tani, o shkëbëj kërkesë edhe më mirë ma refuzon që patatja topi të ngecë të ty,
se sa ti të paragjykosh faktin pa vajtur me e provu. Tani lej për analizat e plepave këte. Tani, unë ju them juve që në rast do isha unë prokuror, nuk do merra mas sigurie ndaj zonës Balluku, por do aplikoja në 173, do shkoj në kuvend, do merr autorizim, do të thoja, ok, më lejoni mua që unë të bëj çfarë duhet për sa i përket hetimit. Dhe marr kodin penal, dhe them te kodi penal. Sa është akuzohet ajo? Neni 258 thot ajo. Dhe kjo më akuzohet mua për një vepër penale që është nga 1 vit deri në 5 vjet burgim. Jep 1 të 5, 1 të 3-ën, edhe ti 3 vite apo i bëra apo bëra 2 vite. Mirë, dhe ti me nenin 258, ti me nenin 59 të kodit penal, e di çfarë bën? Merr shërbim prove dhe ja ke kaluar me sukses provës penale. Por e di çfarë më çudit mua? Kush njeri ta marrë, ta lexoj, kjo vepër penale, shkelja e barazisë në pjesëmarrje në tender apo në ankande publike, i ngarkohet posaçërisht komisionit dhe jo ministrit. 210 milionë euro. Po le më tani me statistika mashtruesit, le ta dhe me popullin, po, janë edhe më shumë, mos u merr me shifra. Unë po them kualifikimin e veprës penale, nuk po them unë çfarë që thënë ta me shifra nga ministri. Nuk më fare këtu mesazhet mua. Nuk fare, unë po flas në aspektin penal, nuk më intereson çfarë bëhet, më intereson dëmi. Nuk më intereson çka ka ndodhur, më intereson dëmi. Dhe zonja në fjalë në kualifikimin e asaj të veprës dhe gjyqtarët dhe prokurorët morën mas të tillë për këtë vepër penale, nuk e kuptoj se ku kanë dashur të dalin këta 2 magjistratë të fortë të plepave 2 të reformës së dështuar në drejtësi. Dhe do të thoja që jam kaq shumë krenar që kur nuk kam dalur pro kësaj të reforme, sepse jam i bindur që kjo reforme ka qenë pikrisht që të bëj statistik dhe të krijoj rastin e Berishës, rastin e Metës, të izolohet opozita në Shqipëri dhe të fuqizohet qeveria dhe siç është fuqizuar. Dhe në rast se ju do të thoni që urdhëroj që drejtësia e prekur dhe Ramën, do i them që e loja shumë e bukur sepse Rama nesër do të shkojë tek Berisha dhe do të thotë, po ti që i ke prekur, mua më prekën, nuk më coptuan, ndërsa ty të goditën të telendisën, ndërsa mua pak erdhe më thanë, edhe disi erdhi kjo drejtësia e re, i tha Ramës, më thuaj të dhemb, po të dhemb më thuaj ku të prek që mos të dhembi shumë. Ata se di. Jo, prit. Po e disi është situata. Situata është më e bukur. Pa ata që din ta lexojnë ndryshe, jo kështu siç po e lexoni. Për te skenarit politik dhe juridik ka dhe një tjetër. Po patjetër ka dhe tjetër. Lëshimi është procedurial. Nuk është lëshimi emocional. Emocionali është akoma. Jo, emocionali ka mbaruar që në momentin kur është shfaqur dëshira për shkarkim. Po shkarkimi do të vinë me procedurë. Dhe nuk do të vinë në procedurë administrative. Duhet të vinte me procedurë penale. Dhe madje me konflikt kushtetues. Dhe spaku i erdhi në ndihmë Edi Ramës. Edhe diçka për ta mbyllur, Berisha thotë që Besoj e kuptuat apo i ka thënë Ramës që ke edhe ti komunikime me Vizververin. Kush? Berisha i ka, sipas Berishës, Balluku i ka thënë Ramës që komunikime ke edhe ti me Visin, nuk kam vetëm unë. Pse çai ishte zoti Berberi, çai ishte Berberi Lagjës? Ai ishte Arshëja, çai ishte Arshëja. Arshëja të shem të shpintimit tëndën edhe atyre që shkojnë votojnë Partinë Socialiste. E kuptuat në cilën situatë jeni socialistë dashur që ja keni fut vetes. Unë te po e them socialistës, mos më intereson çfarë bëjnë për tjerë, se ai që voton kundër Partisë Socialiste kupton që çdo këtë politik, po e kuptoni çka keni bërë ju socialistë që ja keni fut vetes që Edi Rama merrte berberat me radhë dhe i merrte në telefon edhe bashkë me Ballukun. Avokat po e mbyll me atë që ju keni thënë më përpara, edhe duke ju vlerësuar edhe falenderuar për bisedën, por edhe për, mund ta themi, profetin që keni bërë, që po ju rezulton në vërtet për te vlerësimeve që ky mandat në shtator na kemi thënë, ju keni thënë që ky mandat do bëhet në dyert e gjykatës kushtetuese edhe brenda 2 muajsh, kjo është herë 2 që shkojnë atje.
Avokat, faleminderit shumë. Jo, po thjesht dua të them diçka të fundit, sepse lash qëllimisht ta thoja në fund, sepse e fundit është gjëja më e bukur. Për sa i përket të vendimarrjes së gjyqtarit, keni parasysh ju se të dëgjoni shumë pralla tani e tutje, po thjesht ne të jemi në raport gjithmonë të drejtë, ashtu siç kemi qenë gjithmonë me dëgjuesit tanë dhe shikuesit tanë, dhe duke i treguar diçka që është aktet normative në Republikën e Shqipërisë dhe për sa i përket vendimarrjes së gjykatësit. Gjykatësi në asnjë moment nuk shkon vetëm te kodi penal dhe tek ajo që ne flasim gjithmonë tek kodi i procedurës penale, që është procedura që ndjek gjykatësi. Duhet të keni parasysh që te akti fillestar është kushtetuta, është ligji i parë. Menjëherë vijnë marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuara në ligj dhe pastaj vijnë kodet. Këtu duhet keni parasysh që gjyqtari nuk mund të nisi nga kodi edhe të shkojë më poshtë. Gjykatësi e ka taksative, shkoj nga lart, shikoj edhe të lexoj, sepse duhet të ketë një uri të thelluar edhe të gjithë përfshirëse, që të nënkuptoj që ai duhet të cenojë nëpërmjet vendimarrjes së tij asnjë pushtet tjetër i cili mund të rrezikojë stabilitetin e tij. Dhe plepat 2, janë plepat 2 apo s'janë? Se plepat 1 bën gabime, po jo kaq trashanike. Bën gabime. Tani dikush do më thojë korrupsion, po dakord me ju, po këto janë më të korruptuar dhe më të filozofuar në korrupsion. Dhe ky popull që sapunin për djathtë i pëlqen sepse shikon të huajt, ja kanë bërë të huajt këte dhe ta shikojnë me këtë reformën e famshme të filozofisë së madhe se si bëjnë sofistikimin e korrupsionit. Gjykatësi, do me thënë, shkon nga kushtetuta dhe zbret poshtë, nuk shkon nga kodi dhe ja na shkalon këto 2 pikat e para këto. Sepse vendimi gjyqësor i nderuar shkon sipas logjikës, nuk shkon sipas kënaqësisë së prokurorit edhe diçka tjetër që të themi tek qytetarët. Prokurori nuk është pushtet gjyqësor. Prokurori bën pjesë të pushtetit gjyqësor. Prokurori është kërkues si pushtetit gjyqësor. Kjo ka mbetur nga reminiscenca e kaluar, avokat. Avokati, avokat, prit se do ta them atë. Avokati është kërkues ndaj pushtetit gjyqësor. Avokati dhe prokurori janë palë në pushtetin gjyqësor. Pushteti gjyqësor është mbi palët, është pushtet. Mirë. Por ç'a ndodh, i nderuar? Çfarë ndodh në këtë vend? Në këtë vend ndodh ajo që ne kemi thënë vazhdimisht dhe e themi po ashtu vazhdimisht për këtë vend. Çfarë kemi thënë? Dhe tani të lutem se jam në momentet më të mira për mua, sepse po vërtetohem nga ato masakra që ja bënin duke bë gropë njëri tjetrit, po vërtetohem sepse po pikrisht Spaku ishte loj dhe përdoret po sot loj nga pushteti i Edi Ramës. Dhe mos më thot dikush që Edi Rama është viktim sot, se për ndryshe prokurori duhet të kishte pezulluar Edi Ramën nga kryeministër. Imagjino të ndodhet edhe kjo, kjo është hataja më e madhe. Në kushtetutën e 1976, shikoneni 104, të lutem më le sepse në televizion nuk lejnë sepse të në shkruar dhe shumë, përsa kjo është e jona. Dgjoj tani thot. Prokurori ka të drejtën e protestës kundër çdo akti të palishëm dhe të kërkojë nga organet përkatëse shfuqizimin ose ndryshimin të tij ndaj çdo akti të palishëm. Prokurori thotë, çdo akt është palishëm. E kupton se është në aspektin e përgjithshëm kjo. Kërkesa e prokurorit duhet të shqyrtohet brenda afatet të caktuara me ligj, ndryshe thotë pezullohet zbatimi i aktit. E kupton çfarë thotë? Çfarë fuqie jepte atëre prokurorit? Ky ishte lavazhi që kanë bërë këta budallëjt nga 2016 deri më sot prokurorisë së posaçme. Ky ishte mashtrimi publik që prokuroria e posaçme kalonte mbi gjykatat. Fjalia afërmendësh nuk është fjalë kot më. Se i ka hyrë me gjithmonë qefi, ore janë në Everest ata më. Edhe sot që ne flasim, ato akoma në Everest janë. I ke të gjithë këta që janë sot Plepaxhi 2. A kupton? Edhe ata të cilët aprovuan nga Plepaxhi 1 i ke sot në sistem. Që janë futur në mënyrë sofistikuar, edhe ata kanë qëndruar në pozicione,
Nuk kanë qëndruar sepse janë të bukur. Kanë qëndruar se janë flas. Po e di si do zbardhen këto, ma e me nga mua. Kur do të dali një paket, si del në Amerikë një paket që pas shumë vitesh thuhet që shiko në këtë vend Shtetet e Bashkuara kanë bërë këtë reformë, po shiko si ka dështuar kjo sepse janë kapur gjyqtar, prokuror me këto përgjime, e kupton, kështu do ndodhet. Keni fjalën kur të hapen kablogramet. Po kur të hapen inshallah jemi gjallë i dashur, po besoj do të hapen edhe do kemi mundësi dhe t'i komentojmë. Po kur shikosh këta plepaxhit të njëshit dhe dyshit që kanë dhënë llogari tek disa, edhe duke groposur disa të tjerë, nuk e di ku do të kërkojnë azilin, pyeti ku do t'i gjejnë azilin, ku do ta bëni? Azil te pleq do jemi apo azil duke gjetë në një vend që të mbulojeni sepse keni frikë nga hija juaj. Prandaj them që Zoti Rama në rast se do i drejtohet gjykatës kushtetuese, do të drejtohet për shkak se reforma që ai ka bërë ishte një reformë skandaloze dhe në fund fare na provon që Partia Socialiste arriti qëllimin e reformës, çfarë që të burgoste politikisht Ilir Metën dhe Sali Berishën, dhe në fund fare që donte ta shkatrojë tani këtë reformë për shkak se kjo reformë pas ka prekur një nga funksionarët të lartë të saj dhe çuditërisht i vendosin mas pezullimi dhe jo arrest në burg apo arrest në shtëpi, kur ndërkohë të tjerët, duke kaluar 100 vite kusur pushtet, i çojnë edhe arrest në shtëpi si rasti Berisha dhe arrest në burg si rasti Meta, në KPTA dhe në plepaxhi dyllët. Or zoti i madh. Prandaj them që uroj plepaxhit të shikojnë që dështuan dhe uroj që qytetarët kuptojnë që ky pushtet ekzekutiv që do qahet për një padrejtësi të pushtetit gjyqësor është si ajo që shikon veten në pasqyrë dhe në fund fare kur e bështyn gjithmonë veten, sepse nuk mund të thuash për tjetrin, sepse ti që e keqe e këtij vendit. Avokat, të falenderoj edhe një herë shumë. Edhe unë ju falenderoj për hapësirën.